Jemi së bashku me Ditë e Re dhe jemi tek pjesa e intervistës sonë. Është kënaqësi kur nxënësit edhe shkolla përfaqësohet le të themi jashtë malit të zi, por përfaqësohet tek shqiptarët. Në një aktivitet apo në një ngjarje të rëndësishme për rënjat shqiptare dhe për bashkimin e nxënësve dhe shkollave shqiptare në Gjermani, nga data 3 deri me datë 10 qershor, është mbajtur le të themi një takim me nxënës shqiptar nga Kosova, nga Shqipëria, nga Maqedonia, nëse nuk gaboj, por edhe nga Mali i Zi. Pikërisht shkolla fillore Bedria Lezaga, ata të cilët kanë qenë pjesë e këtij udhëtimi, por edhe pjesë e takimeve me nxënësit edhe me mësimdhënësit shqiptar në Gjermani. Unë kam kënaqësi që për të na folur më shumë për le të themi gjithë rrjedhën e ekskursionit, të shëtitjes, por edhe paraqitjes në aktivitete të kem në studio njëherët edhe mësimdhënëse e gjuhës dhe letërsisë shqipe, zonjën Arieta Kurti. Përshëndetje, Arieta. Përshëndetje, Dafina, dhe për ju. Njëherët më lejoni t'ju falenderoj për ftesën, televizionin të uta që gjithmonë gjen kohë për të përcjellur aktivitetet e shkollës fillore Bedria Lezaga. Ju si prezantuese ose udhëheqëse e këtij programi të mëngjesit që gjithmonë është kënaqësi me Dafinën. Faleminderit, Arieta. Ndërsa tani dua të filloj të prezantoj nxënësit të cilët nga shtatori do të jenë gjysmë maturant, ashtu më thanë të gjithë. Është Arenca Avdiu, përshëndetje Arenc. Përshëndetje. Gjithashtu me neve është edhe Adis Kasneci, përshëndetje Adis. Bora Kurti, përshëndetje Bora. Faleminderit për ftesën. Dhe Gjenana Bajraktari. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Të bëj një pyetje juve unë një herë, si kaluat në Gjermani? Me radhë, Arenc, si ishte Gjermania? Gjermania ishte, domethënë ky takim apo ky udhëtim ishte një eksperiencë e paharrueshme dhe e cila nuk kthehet më. Krijuam momente shumë të bukura, krijuam dhe shoqëri të re dhe me pak fjalë jemi kënaqur shumë. Bravo. Adis, për ty? Për mua Gjermania ishte një ekskursion që s'ka kam përjetuar kurrë në jetën time, ishte një eksperiencë e re, një aventurë e re dhe shpresoj që edhe një herë ta provoj se këtë ndjenjë. Ju uroj. Bora, si ishte? Gjermania, një eksperiencë e paharrueshme që besoj gjithëve do na mbes në kujtim gjatë gjithë jetës sonë. Kemi përjetuar disa emocione që në ekskursionet e mëparshme nuk i kishim përjetuar. Kemi krijuar një lidhje me shumë nxënës atje, shoqëri të reja, kemi parë se sa shumë atyre ju mungon atë dheu, po edhe sa shumë jemi të lidhur me njëri tjetrin. Bravo, Gjenona. Si eksperiencë, që thanë dhe shokët, ishte një eksperiencë e paharrueshme. Përveç vendeve që kemi vizituar, normalisht dhe ato ishin një pjesë shumë e rëndësishme, por më të bukur e kanë bërë shoqëria, sepse normalisht kemi shkuar si grup, kemi bërë shoqëri të re, kemi njoftuar me bashkëdhetarët tonë në Mergem, cilët na dhuruan shumë dashuri dhe ishin shumë mikpritësa. Ju lumt. Arieta, keni qenë së bashku me kolegën tuaj Vlora Kovaçi, do të thotë dy mësimdhënëse të shkollës fillore edhe nxënësi që un kam prezant sot. Nga gjitha trojet, por fillimisht si erdhi ftesa, si u lidh shkolla Bedria Lezaga me shkollën shqipe në Gjermani? Po, më lejoni ta nis që nga fillimi. Vite më parë, shkolla shqipe në Gjermani me në krye mësuesin Lulzim Çallaku, vjen me 50 nxënës dhe vizitojnë shkollën tonë. Kështu si nism ishte e një bashkëdhetari tan nga ana e Malit, i cili propozoi shkollën Bedria Lezaga sepse fëmijët e tij ndiqnin shkollën shqipe në Gjermani dhe thotë në treven e Malit të Zi, thotë mund vizitoni shkollën Bedria Lezaga. Mësuesi duke pa hezitim sheh gjithë projektet e shkollës Bedria Lezaga, ndjek gjithë aktivitetet cilat ne edhe i paraqisnim dita ditës dhe vendos që shkolla e cila etiketohet nga nxënësit shqiptar në Gjermani të jetë Bedria Lezaga. Zhvillojmë një program të përbashkët herën e parë dhe mbesim në kontakt me ta dhe mbesim me dëshirën e mirë që le të vazhdoj ky aktivitet dhe kjo nismë ky projekt. Radha e dytë ishte tani disa muaj do të thotë më parë përsëri do të thotë me nxënëse të tjerë, sepse ato të cilët ishin herën e parë veç e kishin përfunduar, por ishte një grup tjetër nxënësish, prindrish, së bashku përsëri udhëhequr nga mësuesi Lulzim Çallaku, i cili zhvillon një marshut ta quaj kështu, në shumë vise, në shumë vende shqipfolse, duke nisur nga
Kërçova nga Kaçaniku, pastaj do thotë Maqedonia Veriut, kalon në Prishtinë, kalon në Shkodër dhe vjen në shkollën Bedri Elizaga për herë të dytë, ku organizojmë një pritje, siç ashtu kemi zakon ne në shkollën tonë, dhe e gjithë kjo pritje do thotë me një program të përbashkët dhe ne fitojmë ftesën që në qershor do të thotë me datat 3 deri në 10 qershor do të jemi të përzgjedhur që ne të udhtojmë me 4 nxënësa dhe 2 mësimdhënëse drejt Gjermanisë. Unë dhe Vlora Rexha, Kovaçi Rexha, do të thotë ishim ato të cilët së bashku me këto 4 nxënës që sot shihni këtu, patëm fatin. Një herë më lejoni edhe të falenderoj drejtorin e shkollës që bëri një përzgjedhje dhe ne kishim mundësinë edhe fatin që të prezantonim shqiptarit e Malit të Zi, po dhe shkollën tonë, komunën e Ulqinit, në shkollën Shqipe dhe në rajonin e Bielefeldit, tek mësuesi Lulzim Çallaku, i cili besoj që i gjithë ky projekt i tij, dikur ëndër, me synimet gjithmonë ëndrat, nëse i bëjmë synime, atëherë arrihen. Ai nuk është i vetëm në gjithë këtë projekt, por kur synimet vendosen dhe bëhen të qarta që duhet të arrihen, ka krijuar një grup prindrish, të cilët i kishte shumë të gatshëm në çdo nismë bamirësie, në çdo nismë ku flitej për gjuhën, për fjalën shqipe, për kombin shqiptar. Shumë e bukur. Tani, më shpjegoni ju mua pak një javë e cila, siç tha edhe mësimdhënësja juaj, një javë atje, por ju me çfarë u prezantuat, bëra ceku bukur në fillim që letimi është parë edhe është ndjera jo se sa aty në ju mungon letimi vendi vet, gjua shqipe ndoshta edhe më shumë. Ju vetë çfarë ju prezantuat? Ndoshta mund të ndërlidhem pak para se nxënësit të marrin fjalën dhe të shprehin atë se çfarë kanë prezantuar, secili nga ne ndoshta kishim një ide se si mund të kalonim një javë në Gjermani ose mund të paramendonim, por asnjëherë nuk shkonte paramendimi ynë në atë fazë ku ne kemi kaluar dhe kemi përjetuar gjithë javën në Gjermani. Do thotë ne nuk kemi ndjerë që jemi në Gjermani, kemi ndjerë sikur jemi në një Shqipëri të madhe ku ka bashkuar edhe nxënësit shqipfolës nga Maqedonia Veriut, edhe ato nga Kosova, edhe ato nga Shqipëria, po edhe ato të Malit të Zi. Pra një Shqipëri në mes të Gjermanisë. Shumë e bukur. Tani, me çfarë jeni prezantuar? Si ishte programi juaj? Atëherë ne jemi prezantuar me 2 pika. Një pik ishte një kolazh, një poezie nga 2 autor, që gjithë kishim nga një pjesë. Dhe pika tjetër ishte kënga në Tren për zërin. Që e këndoi Arenci, krijoi një atmosferë fantastike, legjendare dhe dhuroi emocion tek të gjithë. Kënga në Tren për zërin kam paraqitur edhe në ditën e shkollës, por aq bëri bujë në gjithë trevën tonë dhe venduam që ta prezantojmë dhe në Gjermani dhe interpretova dhe me violin, gjë që gjithë spektatorëve aty që ishin u kënaqën dhe i krijoi një emocion të mirë, një ndjenjë të mirë. I ftuam gjithë aty në Tren për zërin, i morën gjithë në trenin tonë. Edhe në ato momente kur dolet në skenë, si u ndjet? Si ishte? S'pari, para se të dalim në skenë, kisha emocione shumë, por pas që kanë filluar të këndoj poezinë dhe këngën në Tren për zërin, emocionet më janë shtukur, më thonë s'kam pasur më emocione dhe jam liru krejt në aspekt, po në skenë kam kaluar shumë mirë, pas një problemi. E bukura e nxënësve të shkollës është që kanë talentin, edhe është e lehtë në një farë mënyrë që të prezantosh në aktivitete të tilla. Kemi vajzat edhe djemë të cilët janë talentuar në poezinë edhe në muzikë. Këtë arsye është bërë edhe përzgjedhje. Po, që të jetë më e lehtë prezantimi, do të thotë sepse ne kemi patur agjendën kohë më parë të dërguar nga mësuesi Lulzim Çallaku dhe në agjendë do të thotë ka qenë çdo ditë e planifikuar nga mëngjesi deri në darkë, dhe një nga ato ditë ka qenë edhe programi i përbashkët me shkollën Shqipe në Gjermani, ku kemi patur mundësi të prezantojmë me 2 pika dhe në këtë mënyrë jemi munduar që të sjellim vargje cilët të autorëve shqiptar, një kolazh do të vargjesh,
ku jemi munduar të prekim realitetin shqiptar që na e kemi të ndjerë, do të thotë si ato shqiptarë që jetojnë në Gjermani, po ashtu edhe ne këtu dhe po ashtu një atmosferë të shkëlqyer me këngën e Tren për Prizren që me të vërtet në mënyrë të veçantë Arensi na e ka interpretuar. Shkollat pjesëmarrëse ishin shkolla fillore në Prishtinë, Mitrosh Kuteli, shkolla nga Kaçaniku e Minduraku, shkolla e Kërçovës në Zajs të Kërçovës, Rex Rushid Zajazi, dhe gjithashtu shkolla nga Shkodra, Dëshmorët e Prishtinës dhe Vedrele Zaga nga ana Amalit e Ulqinit. Më thoni, me kë e kishit më të lehtë, apo në Gjermani nuk u ndjek kjo me kë, le të themi ky bashkëpunimi i nxënësve në shkollave mes vete? Vetëm se theksoj edhe ndarjen, sepse mësimdhënësit do të thotë kanë qenë të veçuar dhe kanë pas fjetjen të siguruar në hotel, kurse nxënësit tanë, ajo ka qenë edhe gjithë ideja e projektit, që do të thotë nxënësit tanë të shkojnë edhe të shoqërohen me bashkëmoshatarë të cilët pra në familje të shqiptarëve në Gjermani, ku them të drejtën, mikpritja atyre. Ne gjithmonë e themi që shqiptarët derën hapur buk e krip e zemër. Ndoshta e kam dëgjuar si frazë, e kam përdorur, po më së tepërmi e kam ndier në Gjermani me derën hapur, me buk e krip e zemër, e këto fëmijë kanë gjetur një vlla, një motër atje në... Sa e bukur. Të kush keni fjetur, kë keni krijuar emra të rinë shoqëni, sepse do t'jetë kjo intervistë në YouTube, mund ta shohin. Unë dhe Bora kemi qëndruar tek familja Pula, ishin nga Prishtina, nga Kosova. Ishin familje shumë mikprica. Në fillim kur kemi arritur, kishim gjithë ndjesinë se do jetë shumë një javë të qëndrojmë tek njerëzit që nuk i njohim, por aq na dhuruan, ishin shumë njerëz mikprica, sa që kishim shumë të vështirë, pastaj të ndaheshim nga njëri tjetri sepse u bën si familja e dytë për njerëzit e afërmit tanë. Nuk e kishim vështirë të shoqërohemi me askën nga nxënësit atje, edhe me nxënësit bashkëdhetar nga të gjitha vendet. Jemi shoqëruar me nxënësit nga të gjitha shkollat, madje ne akoma ruajmë shoqëri shumë të mirë me nxënësit nga Kaçaniku, me nxënësit shqiptar atje në Gjermani, edhe disa nxënës tjerë, kemi ruajtur kontaktet mes njëri tjetrit, siç e tha Gjenana, familja Pula na ka prit shumë mirë. Lorna dhe Lorna është Jana, janë motrat, Lorna dhe Jana. Për ne atë janë bërë si motrat tona. Atë javë nuk e di si kur i kemi qenë me ta gjatë gjithë jetës sonë dhe po vazhdojmë të qëndrojmë, do me thënë gjithçka ka qenë perfekt. Adis, ju ku keni qëndruar? Unë kam qëndruar te familja Bajqinca, janë nga Kosova. S'para atë dua të falenderoj shumë që më kanë mikpritur në shtëpinë tyre për një javë. Kam kaluar një moment shumë të bukur me prind, po ashtu edhe me fëmijët e tyre. Ishte një eksperiencë e paharruar. Shoku është? Eduard Bajqinca. Ishte një eksperiencë shumë e bukur dhe shpresoj që të ritakuhemi përsëri. Unë kam të qëndruar tek familja Nafia, që i falenderoj shumë për mikpritjen që më kanë bërë. Kur mora ftesën që, do të thënë që kur mora alarmin që jam përzgjedhur për të shkuar në Gjermani dhe do qëndroj te një familje që nuk e njoh, të them të drejtën e pata pak të vështirë, ta pranoja që do shkoje se si të qëndroj, si janë. Por prindrit kontaktuan me familjen mikprice, me prindrit e fëmijëve dhe prindrit më thanë që pa merak fare se janë njerëz shumë të mirë. Pastaj kur shkova atje gjeta një familje që më hapi derën dhe u stabilizova dhe krijova një familje të dytë, krijova një vëlla të dytë, një motër të dytë dhe djali që me mikpritje është Bleran Nafia, cilën e kam shumë shok të ngushtë dhe e falenderoj për gjithçka që ka bërë atë javë për mua. T'ju them edhe një sekret, nuk ka një ditë që nuk ndëgjohen me Kjo është dhe bukur, tani bashkëdhetaret në Gjermani, patjetër, po jo vetëm me bashkëdhetaret, do të thotë me gjeneratën, me moshën e tyre me të cilët janë shoqëruar, po edhe me prind, cilët ne kemi patur mundësi gjatë asaj jave. Unë mund të them një rast që ka patur prind, cilët kanë marrë një javë
të lirë, pushim, dhe ato kanë zhvillu aktivitetin njësoj si kur ne, do të thotë nga mëngjesi deri në darkë. Do të thotë unë shoh që gjëja më e çmuar është koha. Sikur edhe tek ne, aq më shumë edhe në mërgim. Por ajo çfarë unë kam vrejt, do të thotë nëse ato na kanë dhuruar kohën edhe shumë e shumë gjëra të tjera, por po theksoj që kohën mbi gjitha, sepse ndonjëherë nuk kemi kohë të kushtojmë fëmijëve tanë, jo më edhe mysafirëve, ato do të thotë kanë qenë në çdo hap me ne. Dhe ndoshta pika më kulminante është ndarja në aeroport, kur kemi parë burra, gra, fëmijë, moshatar të tyre që të gjithë jemi ndarë me lot. Është emocionuese. Nuk e di, ndoshta ato ndonjëherë thonin këtë frazën që ju na keni dhënë një freski. Unë besoj që secili prej tyre udhton, viziton Kosovën, Ulqinin e tjerë, po nuk e di, ndoshta ajo arritja e shqiptarëve nga secila trev shqipfolse në Gjermani është e bën më të veçantë këtë projekt. Çfarë kishte arrit në vete kjo javë? Çfarë vizituat? Le të themi si ishte agjenda në një farë? Kuptova shumë çka. Kuptova që në Gjermani funksionon që Ministria e Arsimit e bën të obliguar që fëmijët nga çfarë do lloj vendi që e kanë, do të thotë prejardhjen, e kanë të obliguar të tregojnë gjuhën e nënës dhe ta mësojnë atë, që shteti e mundson. Mësuesi Lulzim Çollaku është një nga ato mësues i cili është në traditën e arsimit, sepse rrjedh nga një familje ku babai i tij ka qenë një nga pishtarët e arsimit, dhe e udhëheq edhe ai po të njëjtën rrugë, së bashku edhe me bashkëshorten e tij. Ky mbulon disa qytete, pra një zonë të Gjermanisë, dhe pyetja ime ishte tek prindërit se si kanë bindur fëmijët e tyre që të vazhdojnë edhe një shkollë të dytë, sepse është një shkollë plus, mësim shtesë, nëse mund ta quaj. Kam patur disa përgjigje, sepse më zhdukur do të thotë shumë projekt i bukur që fëmijët përveç shkollës e cila është obligative të ndjekin edhe është një mision mbi gjitha, sidomos kur jemi larg atë dheut dhe të ruajmë gjuhën, traditën, kulturën, ato çfarë na bën gjithë dhe së bashku, edhe ajo është kryefjala ajo e cila na ka bashkuar në fakt. Dhe më kanë thënë që ka qenë vetë mësuesi Lulzim Çollaku, ai i cili ka realizuar aktivitete të ndryshme dhe i ka tërhequr mbas të aktiviteteve. Përveç që mësojnë gjuhën, ato mësojnë këngët shqipe, të cilat kanë identitet, jo vetëm këngët të cilat modernet, ato të cilat komercialet. Tjetër, mësojnë vallën shqipe. Secili nga ato fëmijë din të vallëzojnë njësoj sikurse edhe fëmijët tanë të cilët rriten për çdo ditë me gjuhën shqipe. Dhe ky fakt më ka gëzuar dhe projekti tjetër i cili ka bërë nxënësit të jenë edhe ta duan këtë shkollë, është ajo e cila ka nisur do thotë këtë udhëtimin me nxënësa të njohin trevat shqiptare. Do të duke prekur Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, në Ulqin. Pra edhe ky projekt ka qenë edhe duke i afruar edhe më tepër nxënësit të shqipoles në Gjermani. Kjo javë, gjatë kësaj jave do të thotë, kemi mësuar një kulturë tjetër kemi patur mundësi të hasim. Po ajo cila kemi pasur mundësi të hasim është sepse shqiptari nga do që vete, besoj që atë shpirtin e shqiptarit e merr me vete kudo. Dhe atë bujarin, mikpritjen, traditën e ka çdo kund, kudo që të prek në cilin do vend të botës. Është fatmirësisht, është e bukur kur nuk harrohet kjo edhe bashkohen të gjithë së bashku në këtë rast që ju kanë bashkuar edhe juve. Aq më tepër jashtë trojeve. Aq sa është më vështirë, ndoshta kur bashkohen bëhet e lehtë në
Në atë mënyrën se si prezentohet. Mësuesi Lulzim kishte një mision, që edhe kur ishim në autobus që ishim 50 nxënës, nëse ndëgjonte ato cilët jetonin në Gjermani duke u shprehur në gjuhën gjermane diçka, thotë shqip, ka thënë mësuesi shqip, do thotë sa më shumë që të praktikohet aq më mirë është edhe aq më shpejt do thotë edhe mund të jetë e praktikueshme dhe më lehtë edhe për to. Sepse nuk është e lehtë në një vend siç është Gjermania, ku shoqëria është normal gjermane dhe kontaktet janë normal, duke hasur edhe tek ne që gjuha angleze është bërë trend edhe flitet do të thotë edhe në kohën e lirë nga fëmijët tanë, para mendo edhe në Gjermani që sa më e vështirë është. Por besoj që me punë arrihet çdo gjë edhe me sakrificë. Çfarë ju pëlqeu në Gjermani jashtë kësaj pjesës shqiptare, them kështu? Çfarë ju pëlqeu juve? Ishte vend i bukur? Konkretisht keni qenë në, sa ta lexoj pak? Kemi qenë në disa Bielefeld është ku është mbajtur letimi i aktiviteti apo jo? Në qendër. Por kanë vizituar disa qytete, nëse mund t'i cekë. Çfarë kemi parë? Kemi qenë në qytete të ndryshme. Çdo qytet një kulturë tjetër, një energji tjetër, një frym tjetër, normal që na ka pëlqyer, por ajo çfarë do më mbesi kujtim gjithmonë është që ato nxënës që jetonin atje, ato e tregonin me krenari që janë shqiptar, kudo që shkonin, kishin për shembull shoqëri që i veçonin apo nuk i donin, ato prap se prap e tregonin, e vazhdonin, kur nuk e fshehnin të vërtetën, por gjithmonë me krenari që janë shqiptar, duke veshur bluza të ndryshme, e kjo me ka pëlqyer shumë, dhe ato gjithmonë e ruajnë identitetin e tyre kudo që janë. Dhe te kjo pjesë të cekë edhe diçka se tek familja që kemi qenë ne, vajza Lorna Pula, e tregoj se gjuha saj e parë dhe pse ka lindur dhe është rritur në Gjermani, gjuha saj e parë ishte gjuha shqipe. Ajo shkonte edhe në shkollë dhe nuk dinte të fliste gjuhën gjermane, por edhe me moshatarët e saj fliste gjuhën shqipe, edhe pse nuk e kuptonin, ajo vazhdimisht ruante atë identitetin e saj. Pra edhe pse rritur dhe në Gjermani dhe ka lindur atje, gjuha saj e dytë ishte gjermania, kurse e para është gjuha shqipe. Në Gjermani më pëlqeu, domethënë, rregulli i jetesës që ata kanë, gjithçka ishte në rregull dhe organizimi që ka bërë mësues Lulzim Çallaku, po ashtu ne morëm dhe një dhuratë simbolike, një bluze me shkrimin kudo që jemi, shqiptar jemi. Dhe ajo dhuratë do të mbetet gjatë në memorien tonë, gjatë gjithë jetës, dhe do mbes ajo aventurë, ajo përvojë, ai ekskursion do mbes gjatë në zemrën tonë. Falenderoj familjen Mikprice që ishin nga Tetova, familjen Afia dhe çdo familje tjerë që hapi dyer për çdo fëmijë nga trojet shqiptare. A des ty çfarë të ka pëlqyer? Më ka pëlqyer shumë vendet që kemi vizituar, më ka pëlqyer kultura që kanë pasur gjermanët, po ashtu më ka pëlqyer edhe pastërtia që ka pasur Gjermania, ka pasur një pastërti shumë të mirë, shumë të bukur. Po ashtu vendet që kemi vizituar kanë qenë vende shumë të bukura, si Mindeni, Bielefeldi, Duisburgu, gjitha këto ishin vende të pastërta dhe të bukura. Më gëzon fakti që mirë kur shkojmë ne të rriturit në rregull, por kur shkojnë fëmijët, mosha më e re, është bukur kjo që kanë marrë me vete se duhet ta ruajnë këtë gjuhën shqipe dhe identitetin, nga ana tjetër këtë pastërtin, ka një mision por me shumë mësime ky udhtim, më them. Përveç kësaj që kemi parë në Gjermani, një tjetër mision ka qenë edhe bashkimi me shkolla tjera. Ne do të thotë me shkollën, nuk po shkojmë larg se me shkollën e Shkodrës, nuk kemi patur një kontakt ose një aktivitet të vazhdueshëm së bashku, që besoj edhe me shkolla tjera. Do të thotë jemi bashkuar edhe me kolegët, do të thotë kemi patur fati që jemi vetëm kolege. Shumë bukur. Mësuese të gjitha, dhe kemi patur fatin e mirë dhe kemi krijuar, do të thotë shoqëri, që kanë mbetur kontakte, që besoj do të arrijmë edhe të vazhdojmë aktivitete të përbashkëta, vizita ndërmjet shkollave. Por i gjithë ky projekt
ka qenë i ndjekur edhe ose i përcjellur edhe nga një gazetar të cilin më lejoni edhe ta përshëndes, sepse kujtimet mbesin kur ruhen do të thotë nga një sy i kamerës ose nga një gazetar i cili nga Kosova, i cili e ka ndjekur dhe ka përcjellur gjithë këtë aktivitet, zotri Zenel Hajrizit, cilin edhe e përshëndes, sepse ka bërë disa video shumë cilësore dhe disa intervistat të cilat do të mbesin gjatë. Ndoshta në memorien tonë nuk do të fshihen asnjëherë, por edhe nga faqja e YouTube-it do të jenë aty për vitet e tëra. Unë po i marr leje kështu publikisht, disa pamje do ja shkëpus nga video që ka realizuar. Ti kemi në fund të bisedës tonë sot. Është e bukur çdo gjë që mbet, le të themi në arkivat edhe e xhiruar. Janë të gjithë vitin e ardhshëm gjysmë maturant. Tani t'ju pyes pak, ëndrat e juaja, dëshirat e juaja, cilat janë? Muzika, aktrimi, poezia, matematika, çfarë? Për matematikë, stres, kur ke provim matematikë është pak stres, por unë jam i talentuar dhe falenderoj dhe profesoreshat të cilat na ndoqën dhe na falin shumë mundësi që t'i shfaqim ato talentet tona dhe në Gjermani i shfaqem me këngë, me poezie, me tjerë. Dhe unë jam i talentuar më shumë tek poezia dhe tek kënga. Por tani edhe do t'i dëgjojmë pak edhe prindrit se çfarë do të bëjmë zgjedhjet. Por jemi në zënë stabil dhe kemi dëshirë ta vazhdojmë me atë stabilitet. Bukur kjo, jemi në zënë stabil, ta uroj që të vazhdojmë me këtë stabilitetin. Adis, është herët apo e ke idenë çfarë të pëlqen? Gjimnazin dua ta vazhdoj në Ulqin, po gjimnazin e mjekësisë. Po ashtu dua ta vazhdoj edhe fakultetin për mjekësi, se mjekësia është një lënë që më pëlqen shumë, është një lënë që po ashtu më mësoj edhe në shkollë, po shpresoj që një ditë të bëm doktor edhe të merrem me mjekësi. Ta uroj me gjithë zemër. Bora. Ëndrat janë ato çfarë na shtin përpara, të punojmë fort. Ëndrat janë të mëdha, të ndryshme, nga më të çuditshme, na ndrojnë çdo ditë. Shumë herë e pyes veten ku e shoh veten në të ardhmen. Asnjëherë nuk gjej përgjigje në fakt. Sepse shumë ka rëndësi nga vendi ku jeton, sepse nuk t'jep shumë mundësi për të vazhduar më përpara. Për shembull, mua më pëlqen shumë aktrimi. Në Ulqin nuk kemi shumë pjesë ku ta zhvillojmë këtë fushë, edhe për të jetuar në Ulqin nuk është një profesion i mirëfillt aktrimi. Për këtë arsye shumë herë kam shikuar fusha tjera, por akoma nuk kam një synim të qartë. Dërsa të rriteni ju edhe pak, uroj që të krijohen edhe këto kushtet, të kemi një teatër e gjërat. Gjenana, ku ke dëshirën? Apo është herët? Normalisht që çdo ditë që kalon është një ditë më pak dhe vjen koha shumë shpejt deri tek ajo pikë ku ne duhet të zgjedhim atë degën cilën ne dëshirojmë ta marrim. Kam menduar kam shumë ëndra për të ardhmen. Por duhet me sakrificë dhe me punë duhet i realizojmë. Unë veten e gjej më shumë tek matematika, dhe një profesoresh për matematikë do gjej kështu, por normalisht deri në të ardhmen unë për një gjë rjeta të përgëzoj, gjua shqipe, shprehia atyre në nivelin maksimal, ju lumt. E keni ruajtur edhe po zhvilloni më së miri, sepse di unë sa ndikojnë këto telefoni, iPad-i, kompjuteri, ju lumt. Mundohemi shumë. Besoj edhe këto që kanë qenë dhe kanë vizituar Gjermaninë, disa rregulla i kanë kuptuar se si funksionon atje. Kështu që besoj ti praktikojnë edhe këtu, që mos kemi nevojë ndoshta ne që t'ju vendosim, po ti praktikojnë vetë, sepse shumë e mirë është që sa të lexojmë në telefon, të lexojmë një libër më shumë, një rresht më shumë, ndoshta një varg më shumë, e kështu me radhë. Çdo gjë që kontribojnë për të ardhmen e tyre, për veten e tyre. Kështu që besoj që ky duhet ta kenë edhe si moto ose si shprehi në ditët e ardhmen, në të ardhmen.
Presim shkëmbime, vizita në periudat e ardhshme, në vitin e ardhshëm shkollor? Ne do të thotë përveç familjarisht, do të thotë nëse mund të themi kështu, që gjitha ato familje mund ndaj edhe një insert. Kemi patur nga një zarf të shkruar nga familja Krasniqi, që jo ka dhuruar të gjitha mësueseve, që kemi qenë, 6 mësuese, për të gjitha mësueset nga një silolaps edhe nuk e di tjetër edhe një libër ose një ëmbëlsirë, nuk e di diçka tjetër, por vetëm gjesti dhe ideja që në aeroport jemi ndarë me nga një kujtim familjet të cilën nuk ishin fëmijët tanë, por që jemi njoftuar, kemi kaluar ditë së bashku, kemi patur shumë prind cilët unë sot, do të thotë, nuk mund gjej fjalë, janë të varfëra fjalët, të përshkruaj atë mikpritjen e tyre, atë bujarinë e tyre. Po jo vetëm prind cilët kanë qenë me ne përgjatë 7 ditëve. Edhe se cilin biznes shqiptar, i cili ka mirëpritur, na ka akomoduar ne mësimdhënëset. Për një javë ditë, do të thotë, dreka, darka, do të thotë, ne kemi kaluar vetëm në për biznese shqiptare, vetëm tek shqiptarët. Dhe fjalët e tyre ishin, jena të nderuar që ju kemi në mesin tonë. Do të thotë, jo të llogarisin shpenzimin ose koston që kishte i gjithë dreka darka, por jemi të nderuar që kemi, do të thotë, vëllezërit, motrat nga trojet shqiptare ose shqipolse. Pra, kjo do të thotë ka qenë ajo çfarë më kanë ngel në mendje dhe përvoja patjetër që do të vazhdojnë, përvoja të tilla. Kjo është vetëm hapi i parë, kjo është vetëm ura e parë lidhëse. Besoj që një projekt i tillë do të ketë jetëgjatësi derisa ne do të angazhohemi dhe të jemi pjesë e këtyre projekteve. Besoj që gjithmonë Shkolla Fillore Bedri Lezaga, më thash, ndoshta kur kemi dalë në skenë, kur ka arritur edhe momenti që të performoj shkolla, edhe nxënësit tanë, besoj kam përjetuar emocione sikur të isha në skenë me to, për vetë faktin sepse shihja si një barë të madhe që kishin edhe këto fëmijë mbi supe që të përfaqësojnë do të thotë shkollën, komunën e Ulqinit, dhe ndjehemi edhe të privilegjuar që kemi qenë ne ato të cilët kemi marrë pjesë në një aktivitet të tillë dhe besoj që për këto 4 edhe për ne 2 mësimdhënëset do të jetë një përvojë e cila nuk do të vi 2 herë në jetën tonë. Unë shpesh ju thoja edhe gjatë të qëndrimit, shijoni çdo ditë ose çdo minutë sepse përvojat të tilla vijnë një herë në jetë. Ndoshta këto kanë fatin edhe të kalojnë edhe ndonjëherë në ndonjë përvojë të tillë, por besoj që është mbetet e veçantë. E veçantë, hera pa. Unë ju përgëzoj si shkollë në radhë të parë që nuk është, le të themi, e vogël që në mesin e gjitha shkollave në Malzi të jetë Shkolla Bedri Lezaga që përfaqësohet, e pastaj juve si mësimdhënëse, ty edhe Vlorën, por edhe nxënësit të cilat kanë përfaqësuar dinjësisht edhe kanë krijuar këto shoqërit, miqësitë e reja dhe kanë marrë me vete gjërat e bukura dhe sa e rëndësishme është gjuha dhe identiteti shqiptar. Arjeta, të falenderoj shumë. Duke ju falenderuar edhe ju për kohën, për minutazhin, si televizionit Teuta, shiquesit cilët patën durimin na ndiqnin përmes televizionit Teuta, ju edhe një herën, por me lejoni të falenderoj edhe një herë përzemërsisht ideatorin e gjithë kësaj, profesorin Lulzim Çollaku, i cili së bashku me drejtorin e shkollës Mustaf Bardhi bën që 6 individ nga komuna Ulqinit që ishim ne, do të thotë të kishim mundësinë të përjetonim besoj që është nga përvojat më të bukura të jetës sonë. Çdo gjë është e mundur kur jemi së bashku. Asgjë s'mund të realizohet kur jemi një. Urat të tilla nisin, do të thotë, nga një individ,
por e jona është që të vazhdojmë në këto ura lidhëse dhe të mos i shkpusim asnjëherë, sepse kudo që shkojmë, vendin besoj asnjë s'duhet ta harrojmë dhe të frymojmë të flasim, të frymojmë shqip atje kudo që jemi. Faleminderit. Dhe veprojmë. Arjeta faleminderit shumë, Gjenana faleminderit, Bora faleminderit, Adis faleminderit, edhe Arens faleminderit. Gjithashtu dhe ju faleminderit. Suksese në shkollë, suksese në jetën tuaj personale, në ëndrat, u bëfshi mjekë, këngëtare, poete, çfarë t'ju doj zemra, matematicien, të çfarë dëshironi ju. Shumë suksese. Ishte kënaqësi Arjet. Kënaqësia ishte ime. Shikues të televizionit të UTA, faleminderit edhe juve për vëmendjen tuaj. Besoj se bisedat të tilla në mëngjes janë motivuese edhe të gjithë ju që na ndiqni që jeni ndoshta në moshën e shokëve dhe shoqeve që i keni në studio, kështu duhet të vazhdoni të mësoni edhe të bëheni të mirë. Mirupafshim.